emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndisni. Direkt presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në kuadrin e problemeve të tashme globale që nuk janë të mëdha. Lufta pa provokuar e Rusisë kundër Ukrainës, lufta që zgjati 12 ditë në lindjen e mesme, dorëzania direkt e Trumpit për ndaljen dhe arpushimin që krijoi atje midis Izraelit e Iranit, nuk e la anësh dhe Kosovën si një çështje të pazgjidhur në shtëpinë e bardhë. Direkt presidenti Trump e përmendi Kosovën në samitin e NATO-s dhe jo vetëm, duke rikujtuar në fakt që ishte ai që dali një problem të madh në kaluarin, luftë përkatësisht, duke përsëritur këtë që po mos ishte ai do të bëhej gjithë rajoni vatër base një lufte, dhe ku Rusia mund ta shfrytëzonte proksin e saj Serbin për të, si me thënë, shkaktuar destabilitet rajonal, rrjedhimisht për ta synuar një investim afatgjatë të perëndimit dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Kosovën e lirë dhe demokratike një projekt i tyre. Kam ftuar për këtë çështje përkatësisht për marrëveshjen e 4 shtatorit 2020, profesorin e menaxhmentit në Fakultetin Ekonomik, ikon e ligjërimit dhe leadershipit, Berim Ramosaj. Profesor Ramosaj, faleminderit për kohën. Faleminderit për ju. Nuk i aktiv, po them, në opinionin publik, mbase edhe kjo situata e tashme me këto bllokada duket tepër jo racionale, duke njohur thuajse secilin nga partitë politike se ç'bëjnë për cilën arsye bëjnë. Secila kohë i ka njerëzit e vet. Padyshim. Na për një kohë kemi qenë shumë, bile kemi qenë edhe të kritikuar sepse kemi qenë shumë tepër prezant. Tash ashtu, ko pas kohë, por ambicet e mia janë për këto prononcime me dhonë vetëm ato ideet për aq sa janë kreative nga ona jonë si profesor, jo duke u bazuar në nxyrime politike. Ke kaluar në situatat e para, po them sa më thon, edhe marrës përgjegjësisë nga presidenti Rugova si sheftarën përgjegjësi tjera, pas ekzekutive asnjë duke hequr dorë nga ligjërim, nga detyra që e ke pasur ka u zgjedh në Fakultetin Ekonomik, leadershipi dhe menaxhmenti dhe leadershipi. Mos t'i ngatoj. Tani profesor, është një marrëveshje e rëndësishme në shtëpinë e bardhë që unë shkrua midis Kosovës dhe shtëpisë së bardhë presidenti Trump ishte aty dhe Vučić presidenti i Serbisë me 4 shtatorë. Cilat janë aspektet të rëndësishme nëse mund ta them në kësaj marrëveshje që vlen të diskutohen edhe sot kanë vlen të diskutohen natyrisht dhe atëherë të merren si mirëqenia edhe atëherë. Edhe pse kjo marrëveshje njihet si marrëveshja e Washingtonit, ka pas disa specifika sepse nuk ka qenë marrëveshje e nivelit formal ndërkombëtar, sepse është nënshkruar nga presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës, por nënshkrimet kanë qenë të ndara dhe dy dokumentet që ju kanë ofruar dy personave, sa më kujtohet mua, dy përfaqësuesve të dy vendeve, në fakt nuk kanë qenë identike, ka pas dallime. Por dallimet kanë qenë vetëm në disa pika, ndërsa marrëveshja si marrëveshje ka qenë gati e ngjajshme për të dy palët. Mirë po, këta njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk e fusin në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, por më tepër ka karakterin e një pakti i cili në një farë mënyre lehtëson një marrëveshje të madhe, të fuqishme midis dy vendeve. Dhe na jemi munduar edhe atëherë, edhe sot ta kuptojmë duke u bazuar në këtë çështje. Nuk na intereson shumë ana formale, sa na intereson aspekti përmbajtësor i saj. Që është? Që në fakt, esenca e kësaj marrëveshje është një marrëveshje ekonomike, që natyra ekonomike e përfshin gati në tërësi marrëveshjen. Ajo i kishte, aspektin ekonomik kishte kryesisht zhvillimin e një zone të lirë ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë, e cila zonë sigurisht do të lehtësonte komunikimin midis dy vendeve, kishte po ashtu një marrëveshje për ndërtimin e hekurudhës Prishtinë-Merdare dhe mu lidh me Beogradin, dhe kishte një marrëveshje për ndërtimin e një autostrade Prishtinë-Nish. Në fund
ka pas edhe një marrëveshje faktikisht të karakterit politik që ishte pranimi i ndërsjellët midis Izraelit dhe Kosovës, pika fundit, gjë që na morëm obligim të hapim ambasadën në Jerusalem, gjë që e bëm. Mirë po në të njëjtën pikë kishte edhe Serbia për hapjen e ambasadës së tyre në Jerusalem, gjë që nuk e ka bërë. E tash, duke u bazuar në këtë aspektin ekonomik që më tepër e konsideroj një pakt midis dy vendeve, ajo kishte karakter të rëndësishëm edhe politik, sepse sa e dim ne të gjitha veprimet e Trumpit, sidomos këtu veprimet taktike që i bën, edhe pse nuk i ka shumë të parashikueshme, mirë po në afat të gjatë strategjinë e ka të njëjtë, e din objektivin pse i bën këto marrëveshje ose këto taktika të përkohshme me qëllim me arritat objektivin strategjik, gjë që po e shohim edhe në lindjen e mesme që i përdor ose me këtë politikën e tarifave që luan me partnerët mirë, po në fund e ka një objektiv. Po, shumë. Edhe mu për atë, duke u bazuar në këtë sjellje të presidentit Trump dhe objektivat e tij afatgjate dhe atë që shumë bukur e thatë edhe ju që edhe sot çdo ditë e përmend, edhe pse ajo ishte marrëveshje në administratën e parë të tij, kurse kjo është tash administrata e dytë e tij, mirë po e shes si marrëveshje midis dy partnerëve. Këtë ne duhet ta lexojmë. Profesor, e shet të mundshme. Të mundshme edhe diskutohet shpejt direkt në shtëpinë e Bardhut. Unë jam i bindur që ka me rikthye këtë marrëveshje nëse i hin çështjes së dialogut Kosovë-Serbi, dhe ajo është i bindur që edhe shumë tjerë pragmatist apo të themi racionalist në këtë marrëdhënie ndërkombëtare e shohin si lehtësim mirë, respektivisht si bazë mirë për një marrëveshje përfundimtare, gjë që edhe unë e shoh në atë kuptim. Mirë po duke u bazuar në deklaratat e tij të fundit, mu më bën përshtypje kjo në raportet kur përmendet gjithëherë Serbia dhe Kosova. Presidenti Trump i sheh si dy partner të barabartë në marrëveshje. Nuk e përmend as si Prishtina dhe Beogradi, nuk e përmend as si pjesë qoftë njërës apo tjetrës, por në fakt e deklaron në një farë mënyrë se ka qenë një faktor vendimtar për mos me eskalue një konflikt potencial. Dhe na duhet të shohim në këtë prizmë. E përmend edhe në samitin e NATO-s, profesor. Po shiko, ambicjet e tij për të qenë njeriu i cili bën paqe, në referencat e tij të krijimit të paqes në vende të ndryshme, qoftë midis Indis, Pakistanit, qoftë midis Izraelit, Iranit, qoftë edhe midis Kosovës dhe Serbisë, në fakt e fut në mesin e referencave të cilat ati do t'i japin mbështetje për respekt ose formën më preliminare që kërkon ai të jetë sigurisht kandidat për Nobel, që sigurisht që në mesin e këtyre referencave të kontributit të tij politike ndërkombëtare sigurisht do të hënë edhe kjo. Sa shihni se përmbledhet seriozisht, jo vetëm ato që tha presidenti Trump, javëve të fundit, por në përgjithësi se çfarë pret politikisht Kosova në sot me të nesërme, profesor Ramosaj, për sa kohë që shohim një Bruxelles mbase të moldisur me një ndërveprueshmëri jo shumë të fortë në gjithë këto vite, në 10-15 vite sa po bën dialogu. E tha bukur këtë sa i përket Bruxellit. E vërtet euroskeptikët që janë gjithandej në Evropë dhe në botë, gjithherë janë ushqyer me këtë nivel të ulët të bashkëpunimit dhe janë gjithnjë më të fortë euroskeptikët. Euroskeptiku më i madhi momentalisht është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk i besojnë shumë derisa ka divergjenca kaq të mëdha dhe ka konflikte jo të natyrës së ashpër, por konflikte diplomatike të
nivelit të lartë që disa pranojnë sankcionet ndaj Rusisë, e kemi rastin e Hungarisë, ose disa pranojnë sankcionet ndaj Rusisë me Ukrainën, e kemi rastin e Serbisë, apo vendeve të tjera. Kjo shihet se faktikisht Evropa ende nuk e ka një adresë të fuqishme, të definuar, po duhet të thirrem në atë një zhargon fjalësh që përdorin këta përfaqësuesit amerikanë që thonë nuk e kam numrin e telefonit të Evropës, nuk ka ende Evropa numër telefonit, të pyetet dikush, a mund të merremi vesh për këtë gjë? Ka shumë numra ende. Mirë, po në perspektivë e shoh faktorin Gjermani, e shoh që është duke i bërë disa lëvizje jo vetëm të natyrës politike, por edhe të natyrës ushtarake, që padyshim unë besoj që në të ardhmen faktor kyç do të jetë Gjermania. Nuk e kam kuptimin e asaj të një hegemonie, sepse Gjermania ka ndryshuar shumë, por faktori fuqishëm është ekonomik, influencës, dhe është, edhe është partner i besueshëm për amerikanët. Qeveria aktuale me Mersin, faktikisht Mersi del një kancelar i cili e një mirë Amerikan, i një mirë faktorin ndërkombëtar dhe është shumë racional në kuptimin e marrjes së vendimeve. Kështu që unë, edhe pse na jemi popull evropian, shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por Kosova në përgjithësi dhe krejt ky habitat është në përgjithësi. Duhet të vrejmë edhe një faktor. Sado që na shpeshherë rezultatet apo veprimet që i bën Serbia dalin jashtë kontekstit evropian, duhet ta kuptojmë, Serbia është evropiane, si popull po flas, sepse ata i kanë disa tundime të brendshme, a dojnë më shumë me qenë me Evropën apo me Rusinë, që ato tundime në vazhdimsi në histori i kanë, mirë po shpresoj shumë në lëvizjet e fundit politike në Serbi, që Serbia do të jetë e varur nga mendimi evropian, ose ka më rshit nga aspekti evropian dhe gjithnjë më tepër ka mu largue nga ndikimet ruse. Edhe pse në aspektin historik ata nuk mund të jetojnë si shtet, edhe nuk janë zëru si shtet pas supremacinë e një fuqie. Një kohë kanë pas Austrinë, vitet shumë të hershme, më vonë kanë pas Francën, më vonë kanë pas Anglinë, vazhdimisht i kanë përdor shtetet e mëdha për zërime ose për mbajtje, që është në fakt pragmatizëm. Edhe na duhet të mësohemi nga ky shembull në kuptimin e jo të varshmërisë si shtet, por të raporteve të krijuara në raport me një shtet të madh, sepse jemi aq të vegjël, të dim ku si të vëmë alianca. Normalisht. Kush janë miqtë vërtet në cili na kohëve të fundit, sado që themi shumë jemi evropian, unë sa e dije popullata e Kosovës më shumë i beson Amerikës se sa Evropës. Unë jam i bindur në atë, mos t'i shikojmë këto nomenklaturat qeveritare, që dikush është më shumë më afër Amerikës, dikush është më larg. Unë mendoj se na si shtet garantues për rujtjen dhe zhvillimin e Kosovës, duhet ta mbajmë ende Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të thotë që të jemi me të gjitha administratat njësoj, mirë po në aspektin e zhvillimeve politike, unë mendoj se republikanët janë ma pragmatik dhe duhet ta shfrytëzojmë në atë pragmatizëm të tyre me qëllim që t'i rregullojmë disa çështje edhe tonat. Bile nuk është as nënçmim që dikuj t'i bojmë edhe bonuse, siç është rasti i Trumpit, të merr bonuse në emër të Kosovës, sepse tek e fundit duke fituar ai fitojmë edhe ne, sepse ai deri në këtë moment nuk po kërkon, sado që ka spekulime të ndryshme mbi politikën amerikane, nuk është duke kërku diçka jashtë kornizave racionale që po kërkon vetë Kosova. Në një situatë ku përfshirja e Shërbas mund të jepte një havë tjetër këtij zhvillimi të raporteve Kosovë-Serbi, po them që lëvizim me shumë vështirësi, me shumë zor nga 2011 këtej me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo përfshirje, profesor, a do duhet ta gjej
Kosovën në base më të përgatitur ka. Një zëra kritik që Kosova dhe aktualisht për mund të bëjt ku vendin base për shkak të nga rendjes për pushtet justifikime tjera për njërën ose palin tjetër, rrjedhimisht për moment politik. Kemi probleme jo vetëm Kosova, po edhe vendet tjera varësisht nga qeverit. Sepse, pa dyshim që qeverit e majta nuk japin garancione të fuqishme për partneritete si kombe. Më tepër partneritetet qeverit e majta i zhvillojnë në kuptimin e kozmopolitizmit, internacionales, rujtjes së vlerave universale, ndërsa qeverit e djata, që sigurisht janë qeveri që baze kanë shtetin, nacionalitetin, familjen apo rujtjen e habitatit e veta, ashtu si që thatë ju, ato janë më të besueshme në raport me qeverit e djata që janë në Shtetet e Bashkuara, sepse tash nëse i krahasojmë qeverinë e më parshme me qeverinë e tanishme, mos t'i shikojmë emnat, se na kemi paragjykime pozitive për Bidenin, sepse ka qenë një njeri shumë i merituar, kemi paragjykime për Trumpin, që në momentet saktuara ka bo edhe deklarata kontraverse, mirë po sidoqoftë unë besoj në raportet me republikanët shumë, sepse me republikanët, sepse me republikanët edhe Shqipëria ka fitu më shumë. Demokratët në Amerikë, në aspektin e vlerave universale të drejtave të njerëzit kanë bërë shumë për lirinë në përgjithësi qytetare në botë, mirë po nuk janë qeveri që marrin vendime të vështira. E ata republikanët Amerikanë e kanë futë edhe Shqipërinë në NATO. Republikanët Amerikanë, sado që punën e madhe ka bo administrata Clinton, ardhja e Bushit në Shqipëri, deklarata e tij se Kosova është e pavarur, ishte gurë temel për me na mbrojt atë status gati gjitha vendet tjera. Unë jam, ndoshta dikush mund të më akuzon se jam shumë idiot, mirë po duke u bazu në veprimet që bëhen sot në arenën ndërkombëtare, e shoh se pragmatizmi ka humbë të këto partitë e majta ose partitë socialdemokrate. Pragmatizmi është ende i fuqishëm edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, kryesisht të qeveritë e djata. Profesor, po më kupton çka po do të thonë në kuptimin e raporteve. Nuk jam ai unë që ndroj qeveri, por qeveritë e djata, qoftë në Kosovë, qoftë në vendet të tjera, janë një farë garancioni për me ndërtu një shtet të këtyre qytetarëve. Për mene kancellarin Merz duket se edhe ata kanë dalur nga shtrati ideologjik me vendimarrjen e fundit në gjitha të koalicion që bën, duket që po përshtaten me njëren, nëse më ta them të ri, geopolitik, si për të zbarkuar është e pamundur sot me fitue fuqi të madhe partitë e djata, por në vende të ndryshme, sepse kanë probleme sociale, e problemet sociale derdhin shumë vota në anën e mirëqenjes, në anën e rujtjes së stabilitetit social e të tjera. Mirë po të ne prioritare nuk është shumë mirëqenja sa është shtetëndërtimi. Unë e kom respektue veprimet, pa marrë parasysh cilës qeveria i bën kur në pyetje shtetëndërtimi rujtja e shtetit. Mirë po, kjo ana e mirëqenjes, ana e zhvillimit social, kjo vjen vetëm pas një stabiliteti ekonomik të fuqishëm. Respektivisht pas, ti nuk mundesh me shpërnda shumë jetë e pa kriju shumë jetë. Duhet njëherë të zhvillosh një shtet me kriju mjete, me kriju të ardhura, me kriju një GDP të mjaftueshme, atëherë ki bazën e mirë edhe për shpërndarje, se shpërndarja është funksioni dytë, nuk është funksioni parë në makroekonomi. Duhet herë të krijash, mandej të shpërndash. Nuk mundesh me thonë unë po shpërndaja, atëherë të krijoj. Jo. Këto janë një renditje logjike, se shikoni, filozofia marksiste ka humbë vetëm për shkak të kësaj renditje. Ka mendu më shumë me shpërndase, më shumë me krijue, ose krejt funksioni i shtetit ishte i orientuar ka shpërndarja e jo ka prodhimi. Kjo është problemi. Kështu që këto janë mësime klasike të makroekonomisë. Mirë po sidoqoftë unë mendoj se
i kem ato drejthijet tona, i kemi ato lëvizjet tona, amplitudat e mëdha, mirë po në aspektin e qoftë të zhvillimit ekonomik, qoftë zhvillimit politik, ose shtet ndërtimit, duhet të bëjmë një listë prioritare, që faktikisht duhet të dim çka e kemi akute e çka mund të lojmë më mbrapa. A mund të arreni, profesor, çka kërkon kjo elitë politike përkatësisht nëse më them kjo që është aktualisht me detyra kujdestare në pushtet, apo ajo po shikoni, është një elitë politike që ka ardhur nga opozita. Cila Kosova sotme e parashikueshme, a është e parashikueshme në sytë atyre alarve, atyre që dikur këna lëviz me ta në gjithë situatat nga të vështira, nga më të i pa imagjinueshme. Shikoni, nuk mund të presim na ndryshime radikale nga një qeveri që ka ardhur në pushtet për çato qëllime që është. Mos mendoni këto. Shikoni, këtu nuk mos kërkoni zgjidhje te ata që sot janë fitues në këtë aspekt. Ata i kanë zgjidhjet e veta, edhe në emër të atyre zgjidhjeve kanë ardhur në pushtet. Këtu duhet të punohet në atë drejtim që me ndryshu struktura e fuqisë politike në Kosovë. E atëherë mund të flitet për veprime të tilla të njanshme ose veprime të tilla të karakterit zhvillimor ose karakterit nacional. Çka po du më thonë me këtë? Shikoni, Kosova ballafaqohet me probleme sociale, ballafaqohet me probleme të mirëqenies. Dhe mu për atë prioritet qytetari i Kosovës ende e ka me ngi barkin buk, me pas të ardhura. Nuk e ka atë synimin që e kishte më herët. Përpara në Kosovë kanë ditë me thonë na hajmë edhe bukë kryp, por duhet me bo shtetin. Kurse sot ambicjet e zhvillimit social të mirëqenies janë shumë të mëdha. Ka shumë njerëz që edhe nuk duhen ta përmendin shtetin, duhen ta përmendin jetën e tyre familjare, jetën e tyre të mirëqenies. Edhe në momentet më kritike shkojnë në përpushime, edhe nuk i kryjnë detyrat si qytetar. Kështu që ka ndryshuar shumë mendësia. Mirë po, në Kosovë dhe në shumicën e vendeve, unë mendoj se elita duhet të ndërtojnë strategjinë e zhvillimit e jo populli. Populli, nëse ja lojmë na popullit, asnjë shtet, ato veprime që i bën leadershipi i tyre nuk janë produkt të përkthyera direkt nga populli. Mos pritni që këtu të përkthehet diçka direkt nga populli dhe atë ta plason elita, jo. Elitat marrin vendime të rëndësishme për shtetin. Na duhet në Kosovë ta ndërtojmë një elitë e cila në prioritet e ka ndërtimin e shtetit. Stabilitetin për me ndërtimin e shtetit. Ka ndalë nga shina nga këtë konceptu, shiko, a di si, se cili ka ambicjet e veta si e ndërton shteti. Disa gjëna mbasi të pa negociueshme. Shiko, janë. Për atë po thom, duhet të vendosen disa vija të kuqe që i thojnë këta analistët shpesh. Por faktikisht duhet të vendoset lista prioritare. Lista prioritare nënkupton strategjinë për zhvillimin e shtetit. Gjë që nënkupton cilët hapa duhet të merren dhe të jenë të domosdoshme, pa marrë parasysh cilat qeverimi janë. 2. Mandej të vazhduhet me hapat të tjerë, ose në cilin hap vjen mirëqenia, në cilin hap vjen zhvillimi ekonomik, në cilin hap vjen strategjia për ndërtimin apo ushtrimin e sovranitetit, ose ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme. Krejt këto janë në renditje të ndryshme. Aftësia e një qeverie ose elites politike, leadershipit në Kosovë duhet të jetë orientuar në këtë drejtim, të bën këtë listë të saktë prioritare, në mënyrë që na mos të humbim hapat. Një ditë të themi dojmë me zhvillu ekonomikisht, ditën tjetër dojmë me ushtru sovranitetin, ditën tjetër dojmë rrit pagat e punëtorëve, kjo është mishmash. Ato duhet me qenë aq shumë të harmonizuara që asnjëri qëllim mos me pengu qëllimin tjetër, por ta ndihmon të jenë komplementar. Ashtu, sepse kur ka shumë qëllime
përpara, një elitë politike, dhe i vendos të gjitha në pozitë të njëjtë, faktikisht nuk e realizon asnjërin. Sepse gomari midis dy sonëve ka cofë. A në qovë se gomari kishtë ditë cilën sonë me hangër për para, në cilën së dyti, sigurisht kishtë mbetë gjallë. Profesor, për të flasim në rrethonat e sotme për njerëz ose kontingent politikan është padijshëm, edhe këtë nuk e di se sa mund të pranohet ky lloj justifikimi. A di sa zërë është? Nuk e di. Po, veç, a di sa zërë është me marë pozicion, me thonë, ky është i dishëm, ky është i padijshëm. A e dini pse? Sepse këtu ata që marrin votën, këtu e kanë garancionin me shpall veten edhe të dishmit. Me patentu dhu? Po, shiko, këtu pretendohet kështu. Këtu pretendohet që ata që kanë fitu votën dhe sot janë në parlamentin e Kosovës janë njerëzit që duhet me folë. Në fakt, ata janë përfaqësues të popullit. Që populli në shumë herë mos nuk kem të drejtë me thonë populli është i padijshëm, se ky popull nuk është i padijshëm, por esenca që ndron që nuk do të thot ai grumbull i kërkesave popullore të jetë i parenditur. Aftësia e një qeverie është t'i rendit këto prioritete, t'i rendit këto objektiva, që atë popull ta lënë në nivel kuvendi, dhe ai kuvend të lunë vetëm rolin e kujdestarit në kuptimin apo respektohen ato interesat e këtij populli. Përndryshe, qeverisja e vendit duhet me pas ato qëndrimet racionale, qoftë në partneritet, qoftë në zhvillim, qoftë në vendosin aty në piketave kryesore, objektiva kryesore të zhvillimit. Krejt shtetet kështu e kanë. Krejt shtetet e kanë këtë logjik. Na po mendojmë piramiden mi kthy mbrapshti. Jo, nuk kthehet. Populli nuk merr vendime. Vendimet i marrin elitat. Fati madh është në qoftë se një elit din me i përkthy aq mirë interesin qytetar dhe interesin strategjik të shtetit që t'i rendit ato mirë. Pikave zhvillimore ekonomike së Kosova në vitin 2025, nuk është në trende impresive, profesor. Shumë i vendimare dhe shqetësime edhe të biznese për tarifat e energjisë, për daljen tyre tregtarë, një proces që përballet me argumenta ndryshëm, jo bëri ai në të kaluarin, jo ne po e zbatojmë etj. Duket që çdo gjë nuk po shkon siç thot populli vaj ashtu siç duhet. A ke ide, profesor, vlerësim për këto janë probleme normale të zhvillimit. Na ndoshta nuk jemi mësu deri tash mu ballafaqu me to, po kemi mu ballafaqu krejt jetën. Shikoni, disa obligime që i marrim na të nivelit ndërkombëtar, ato janë obligime të funksionimit të shtetit. Nuk i realizon, nuk funksionon ti si shtet. Ato që ke marrë obligime, qoftë të fushës politike, qoftë të marrëdhënieve ndërkombëtare, të marrëveshjeve ndërkombëtare, qoftë të natyrës së zhvillimit ekonomik, ato janë sine qua non. S'mundem me ju ik atyne. Sado që aktiviteti populist, qoftë në rrugë, qoftë në qeveri, bën presion. Po, ka aktivitet populist edhe në rrugë. Shikoni. Presion, po? Ka presion. Po në natyrën e zhvillimit ekonomik, një shtet, në qoftë se don me kriju bazë të mirë të zhvillimit ekonomik, gjen forma të politikave ekonomike që stimulon atë zhvillim, se kështu zhvillimin ekonomik nuk e bën shteti. Harron e këtë. Gjendja tashme prof, si është gjendja? Si është observimi, vlerësimi? Observimi është i natyrës së tillë. Këta kanë ardhur në pushtet. Qeveria e majt e Kurtit ka ardhur në pushtet në pozicionin që bizneset nuk janë ato që e bëjnë shtetin, por ato që marrin nga shteti. Mirë po, për çdo ditë më tepër, është duke u bind me veprimet që i bojnë qoftë ministrit të caktuara se tek e fundit krijuesit e mirëqenies, krijuesit e atyre të ardhurave që ky po tenton ta shpërndaj, e krijojnë ata. Kështu që qasja se duhet t'i japet shans zhvillimit, t'i japet shans
rritjes ekonomike, është qasje progresive, që ju shkon për shtatë dhe socialistave, nuk ka problem. Mirë po hapat nuk janë të renditura mirë. Unë kom mendue se në bazë të platformës që kanë pas, ku kanë qenë në opozit, kom mendu që kanë me qenë qeveri ma e majtë, se sa eksiston sot. Po, ma e majtë. Ashtu e kom pas bindjen. Bindje personale, nuk do të thotë mu pajtu të gjithë. Mirë po, disa veprime që i kanë bo digasteret e caktuara, qoftë kur ishte fjala për trustin pensional, qoftë kur ishte fjala për mos shfrytëzimin e mjeteve në kuptimin e plasimit të mjeteve pa mbulesë, që i kanë bo digasteret, nuk du t'i përmendi emnat, ma më kanë epë me kuptu se ka elemente edhe të politikave ekonomike të djata. Dhe unë shpresoj dhe mendoj se në qoftë se vjen, s'kemi ende qeveri në Kosovë, vjen një qeveri në Kosovë, kushdo qoftë, nuk du të paraqykoj se ajo të ke fundit është produkt i numrave dhe marrëveshjeve politike ose raporteve midis partive politike. Unë mendoj prap edhe jam i bindun se nuk mund t'i ikim na një orientimi të gjatë të zhvillimit. Nuk mund t'i ikim. Sepse procesi i zhvillimeve në këtë ambient, si që është Evropa juglindore, më shumë i respekton shtetet që kanë ekonomi të fortë se sa shtetet që kanë politikë të fortë. Më shumë ekonomi të fortë. Po e shohim në rastin e Shqipërisë. Rasti i Shqipërisë, politika është aq shumë e degraduar në kuptimin e konstelacionit të forcave deri sa shkuet deri në atë shkallë se edhe votat vjellen, kurse në aspektin ekonomik ka incentiva të mëdha dhe shumica e shteteve evropiane respektin japin Shqipërisë mu për këtë faktorin e zhvillimit ekonomik, që është në një farë forme, është nxitësi mirë, i jap shans bizneseve, bla bla, pa marrë parasysh si zhvillohen ato, nuk du me ndërhyjnë ato çështje të tyne janë. A janë ato si produkt parave të papastra, a janë produkt narkoshtetit, a janë produkt të zhvillimit mirëfillt, ajo çështje nuk më takon mua. Mirë po e shoh në sytë evropianëve. Shqipëria si shans për do biznes. Po, në sytë evropianëve është ambicia e krejt Evropës, bënë një shtet që të mbani ju në kombët tua, atëherë na dhe politikisht ju përkrahin. Dhe na duhet me punu në këtë drejtim. Nëse duhem na me qenë partner, edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare politike, nuk mundesh me qenë partner shteti i varfër. Harroje këtë punë. Mundesh me pas një lider shumë të fuqishëm. Aparat buxhetet për nevoja sociale. Shiko. Paksu nevoja sociale. Po shiko, ose mirë mbajt ato. Janë qeveri e majtë. Pa dyshim e kanë në program. Ata për ata i bojnë. Mirë po, shiko, jo, ajo nuk ishte me qenë në rregull nëse kish me qenë një qeveri e gjatë në pushtet, e kish me bo qatë vepreme. Për ndërsh këta une, për mu janë këtë të parashikueshme. Për ju profesor, vëtë teksit e shtetit që është shumë më nësi. Shiko, shtetet, duke që ju këndon, profesor, përpara shtetet, jo, që, shikoni, përpara në një histori shumë të vjetër, shtetet janë krahasue në bazë të fuqisë ushtarake. Më vonë janë krahasue në bazë të nomenklaturave të saktuara, pozita u marrëdhënie me shtetet tjera. Më vonë, sot, shtetet krahasohen në bazë të fuqisë ekonomike. Na, këtë bojmë politikë të lartë në qoftë se e kemi ekonominë e dobët. Ekonomia sot ka marrë rolin primat, ka marrë rolin e primatit në raport me raportet tjera. Kështu që, po, nuk kemi qare. Shikoni, me na thonë dikush sot, që Kosova është e varfër në raport me vendet tjera, është marrë për neve. A e dini pse? A që është potenciali ekonomik i Kosovës? Tu e nisë prej potencialit njerëzor, human, si i themi na. Dhe tu vazhduhet deri të potencialit qoftë mbi tokë, qoftë nën tokë, që e kemi të jashtëzakonshëm, me mbet Kosova vend i pazhvilluar,
faktikisht tregon se është vend i paqeverisur. I paqeverisur. Vendet që qeverisen mirë, i shfrytëzojnë potencialet mirë. Kur shfrytëzohen potencialet mirë si inpute, ato japin outputet hatashme, japin outputet mira, rezultative. Outputet e mira, ato kanë impact edhe në politikë mandej. Dosht e pa dosht. Unë e përshok filozofinë apo politikën që po bën Trump, qoftë lidhjen e mesme, qoftë këtu, qoftë kudo qoftë. Elementin ekonomik e ka prioritet. Kryesor. Pse mos mi pas na prioritet? Shikoni, na jemi në aspektin e pozitës geostrategjike jenë vend jashtëzakonisht i mirë. Krejt gati rrugët, edhe të Evropës juglindore, korridore gjenden këtu, ose të kana ose afër nesh. Një, dyta. Kushtet atmosferike, kushtet e tokës, për të prodhuar mbi tokë, dhe në toka e Kosovës, duke u bazuar qoftë në limitin që 2/3 të Kosovës, limit që është potenciali më i madh në Evropën juglindore, qoftë duke u bazuar në fuqinë punëtore që ende është e re, ende me mundësi të mëdha kualifikimi dhe rikualifikimi. Nuk po them që kemi shkolla të mira, por kanë mundësi për ndryshime, kanë mundësi për rikualifikim. I riu rikualifikohet, s'do të thotë që ka kryer një shkollë të keqe me mjet i keq. Mundet më shku në një biznes të ri që më marr eksperiencë të mirë, që më harruat pjesën e keqe. Kështu që duke u bazuar në këta faktorë tash, potenciali është jashtëzakonshëm. Kosovës i duhet një qeveri racionale, shumë racionale, që me kuptue rolin e secilit faktor veç e veç. Në momentin kur e kupton rolin e secilit faktor, atër i del në shesh edhe politika që dhe të dhëvejsh. Unë e kuptoj që kem pas probleme me Veriun, kem pas probleme me palën serbe, kem pas probleme në ndërtimin e institucioneve, por duhet ta ushqejnë një nga tjetër. Faktori ekonomik ushqen shumë ushqen. Paramendojme që jenë në vend atraktiv për investime. Paramendojme që jenë në vend i zhvilluar. Asnjë shtet nuk e kishte vu në pikpyetje statusin e Kosovës. Media ndërkombëtare mbase do të raportonin për zhvillimin ekonomik, për normalitetin, për shanset e mëdha për bo biznes. Absolut. Shiko, tash ti mundet dikush ne me në akuzue që e shohim veç prizmen ekonomike, por po thonë, një ndër faktorët kyç sot në politikën globale që për i jap primat një shteti, karshi një shteti tjetër është ekonomia. Gati që edhe partnerët e NATO-s nuk e marrin me rezervë fuqinë ushtarake sa atë ekonomike. Ai që është i gatshëm me dhënë 5% nga produkti vendor, më njëherë po merr pozicion të mirë në NATO. Apo shihni, po nuk mundet ato me bëu secili shtet. Vetëm shteti që ka zhvillim ekonomik, mundet me bo, se për në shtetet që janë të varfra, duhet me imbajt popullsinë, e kur duhesh me imbajt popullsinë, ti s'mundesh me dam jetë për shtrinë. Spik, kur gjo për i qjeli, atë që e kryon, atë kimi shpërnda. Kur gjo, absolut, na po mendojmë më shpërnda, po na pik diçka, po nuk pik pa realizu, pa ekzekutu. A është një objektivisht, po duhet me termat më dha shpetim, tjera, për përdor në fjallor glorifikus, mbase të panevojshëm po si zgjidhje të madhe shpresdhonëse për një Ballkan që mund me jetu në pace në kohën e presidentit Trump. Shikoni, unë mendoj se deklaratat e Trumpit të administratës amerikane janë aq të fuqishme që nuk tolerojnë asnjë konflikt në Ballkan. Nuk tolerojnë. Mund të ketë ekscese, mund të ketë luftë në Ballkan, s'ka teori me pas. Absolut. Jemi dëshmitar se si po shuhet zjarri në mënyrë të njanshme. Këtu, sidomos kur në pyetje Kosova, shikoni, Serbia është mendësisht dhe shpirtërisht afër me Rusinë, por gjeografikisht është shumë larg. Plus nuk po e dim edhe një fakt shumë të rëndësishme. NATO është këndell tash pas deklaratave të fundit të Trumpit dhe Serbia komplet është e rrethuar nga shtetet e NATO-s. Plus në Kosovë është prezenca e NATO-s. Duke u bazuar në këta faktorë, geostrategjik, geopolitik, ushtarak, si të klasifikojmë, me rezulton se nuk ka teori për luftë. Ka ambicie, ka kërkesa,
për politikën e mbrëmshme që i bojnë, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, që lufta po na pret, ajo s'ka shans për luftë. Këtu na duhet të punojmë në drejtim të zhvillimit edhe ekonomik, edhe institucional të këtij vendi, që në fakt të vejmë që atë që thash në fillim, që atë listën prioritare, në mënyrë që secili objektiv të jetë në shërbim të objektivit të nivelit më të lartë. E fundit, profesor, në analizën tuaj, bëni debate, diskutime, jo vetëm me student, po me kolege, me çdo gjë. Që ju rrethon, kush është kërcënimi, nëse mund ta cilësoj si tillë, më i madh sot për Kosovën? Kërcënimi më i madh, më së lehti është ta themi, kërcënimi më i madh për Kosovën janë vetë kosovarët. Sepse na e kemi edhe të drejtën më të madhe me folë në emën të Kosovës, po e kemi edhe përgjegjësinë më të madhe për zhvillimin e Kosovës. Mos mendojmë se, shiko, ky fëmia që u krijue si rezultati shumë sakrificave dhe rezultat i marrëdhënieve ndërkombëtare që patën me popujt e mëdhej, sidomos me amerikanët, faktikisht e krijoi këtë storje të mirë dhe për një kohë të gjatë kjo storje e mirë u mbajt në fjalët e të mëdhejve. Nuk guxojmë me ra nga një sukses. Nuk guxojmë, deri tash ishim sukses. Po tregoj, edhe ende jemi sukses. Duke u bazue në liritë e fjalës, duke u bazue në vota, duke u bazue në ndarjen e pushteteve, që është ABC-ja e një shteti demokratik, ajo po funksionon. Por tash përgjegjësinë për me zhvillu këtë shtet, me ndërtu e kemi na. Na jem ata që jem t'u ja bë më të këqijat. Na jem ata që mundem me i bë edhe më të mirat. Na duhet të kuptojmë një gjë. Ta diagnostifikojmë pozitën tonë. Jemi shtet relativisht i pazhvilluar, jemi shtet shumë i vogël, kem nevojë për rritje, kem nevojë për zhvillim, kem nevojë për konsolidim shtetëror. Në momentin që diagnostifikojmë këtë gjendje, na duhet t'i bëjmë hapat. Marrëdhëniet ndërkombëtare, partneriste, mundësisht, se me të mëdhejt nuk mundesh me bo partneriste, e kuptaj, duhet të kenë elementin prioritar në këtë listë. Me ta mundem të ushtrojmë sovranitetin funksional, me ta mund të ndërtojmë institucionet e qëndrueshme, me ta mundemi të zhvillojmë rrugët për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm. Vetëm me ta, duke konsideruar që jemi aq të vegjël, aq të paditur, aq me probleme. S'kemi qarë pa kalu. Nuk mund të kemi në atë komoditetin të silëm si kur shtetet e konsoliduara. Harroje këtë po. Jo. Edhe zhvillimi ekonomik është i ulët, edhe zhvillimi politik është i dobët, edhe institucionet e paqëndrueshme. Këtu na bojnë të kuptojmë aftësia e individit është të kupton pozicionin, sepse ti kur e ndërton strategjinë, pa e ditë pikën ku je, çdo rrugë nuk është e njohur. Kur e din pikën ku je, ki ambicje me shku të ceja, ti mundesh me gjetë rrugë, po aja është aty, na këtu jemi. Nuk mundem me rajt me mashtru asnjëri tjetrin, asnjë qeveri, jemi mirë, jemi keq. Jo, tregus tregojnë. Tregus ka ambicje me tregu që jemi më keq se sa jemi, ka ambicje me tregu që jemi më mirë. Mirë, po padyshim, qeverit mundohen me i pa anët e mira, opozita mundohet me pa anën e dëmë. Këtu perspektiva e Kosovës është në një qeveri të gjallë. Të falenderoj profesor Ramosaj për kohën. Faleminderit për juve, ishte kënaqësi. Faleminderit. Dëshiroj edhe ty suksese, dëshiroj pozicion edhe njerëzor, edhe formal, edhe profesional më të mirë gjithar. Se ti e i ri, ki mundësi me përparu. Lutem.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.